Bashkimi Evropian po I përgatit qytetarët për luftë. BE-ja po planifikon me bëu gati njerëz që me kon përgatit për të paktën 72 orë ose 3 ditë me furnizimet, ushqimet, ujet edhe borna në mënyrë që me kon gati për çdo krizë, qoftë natyrore, sulme kibernetike ose luftë. Bashkimi Evropian e ka lancuar një strategji për parandalim edhe reagim ndaj krizave dhe kërcënimeve të reja. Plani veprimi në këtë strategji pikërisht me shëhin kurajimin e publikut me kon furnizum për 72 orë, që në rast ndonjë krize me kon përgatitur ndërsa furnizimet rikthehen. Bashkimi Evropian po ashtu planifikon me jap këshilla për shtetet për të mësuar njerëzve aftësitë kryesore në fatkeqësi si rujtja e furnizimeve esenciale, planifikimi gjatë krizave dhe gjetja e strehimit. E kur jemi te lufta, sa më shumë që po zgjat konflikti në Ukrainë, çaq më shumë shtetet friksohen nga nisojnë mbros në shtetet e NATO-s. Sipas këtij artikulli nga BBC, ushtria gjermane ka filluar me përgatitje dhe me zgjeru ushtri. Nuk është sa kum duhet, po sa ku na ka dhënë Rusia për më përgatitur. Kështu ka thënë generali kryesor I ushtrisë gjermane, I cili po kërkon më shumë buxhet se sa 100 miliard sa janë ndodhur para 3 viteve. E ky po I diskuton edhe mundësinë e shërbimit ushtarak. Ai tha se Gjermania dohen edhe 100.000 ushtar shtesë për me I bë 460.000 total me rezerva, për me arritur nevojit një model I rekrutimit. Çka po mendoni? A do të më friksu, a nuk është I vërtetë kërcënimin për luftë? Përgjigjet në koment edhe mos harroni me ndjekur banë FM 103.5 krejt rrjetet sociale.